Zakonisht ne i marrim sekretet që mësojmë në pjesën më të madhe të tyre nga pjesa perëndimore e planetit dhe në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të jetë një sy hartës, do të shohim territorin gjigant që zotëron Federata Ruse dhe natyrshëm lind pyetja. Po këta nuk kanë në përvoja me jashtëtoksor. Natyrisht që rusët kanë kontaktet e tyre me jashtëtoksor, por aty vazhdon politika e diktaturës gazetareske dhe jo vetëm. Kështu që është pothuajse pamundur që shpëtoj diçka në media. E megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk kemi të reja nga Rusia. Një gjë është e sigurt për Rusinë, pavarësisht që nuk e ngrej nivelin ekonomik të vendit, nga pikpamja teknologjike, janë vite dritë larg asaj që mund të perceptojmë ne. Sot do të flasim për një eksperiment të kryer nga rusët vite më parë, që do t'ju lërë pa fjalë, dhe duke krijuar një perceptim të ri për teknologjitë që ekzistojnë të fshehura nga syri ynë, dhe që fatkeqësisht nuk janë në shërbim të racës sonë. Në 1984, mbi oqeanin e qetë, rreth 300 kilometra nga brigjet japoneze, një ekip i një avioni transportues japonez që fluturonte nga Tokyo për Anchorage në Alaska, vuri re një re gjigande në formë kërpudhe, e cila rrite me shpejtësi të pabesueshme prej 4 kilometrash në minutë mbi sipërfaqen e oqeanit. Edhe personeli i avionëve të tjerë që fluturonin në këtë hapësirë vënë re këtë anomali. Shumë prej tyre dhanë alarmin SOS, sepse prisin valën goditëse, ndërkohë që reja gjigandi shkonin në lartësi gati 20 kilometra dhe një diametër prej 320 kilometrash. Sipas pilotëve, duke si një bombë gjigande atomike e paparë ndonjëherë, por nuk pa një shkëlqim në qiell, që është karakteristik në raste kur ka bombë atomike. Gjithashtu nuk dëgjuan asnjë zhurmë dhe nuk pati valë goditëse karakteristike këtyre shpërthimeve. Aparatet e tyre nuk patën as edhe një problem të themi elektromagnetik, apo të një lloj tjetër karakteristike dhe kjo e shpërthimeve nukleare. Karakteristike çuditshme e kësaj reje gjigande në formë kërpudhe që temperatura e ulët e saj, shumë më e ftohtë se atmosfera përreth saj. Avionët që fluturonin pranë testuan radiacionin për gjithë testet dole negative dhe në trupat e tyre këta avion nuk kishin as edhe një radiacion më të vogël. Avionët luftarak amerikan dhe japonez shkuan në vendngjarje, por nuk gjetën asnjë radiacion. Anijet shkuan në vendngjarje, por nuk gjetën asnjë eksplozion dhe në nxehtësit kishin regjistruar vetëm një goditje që shkaktoi këtë burim energjie. Dyshimi i parë shkoi për rusët dhe u mendua se testojnë armatime nukleare. Kishte një dyshim se mos kishte shpërthyer një ndese bërthamore, por nuk pati asnjë tregues që të lidhte ngjarjen me armë nukleare. Ushtria amerikane dhe shkencëtarët filluan të studiojnë kushtet natyrore si vulkani në New York, goditje meteoriti, por nuk gjetën fakte. Vulkanët në New York nuk ishin aktivizuar dhe meteorit nuk ishin shfaqur fare në radar, dhe kjo ka mbetur një mister i pasqyruar i vitit 1984 edhe sot e kësaj dite. Mendimi personal se kjo është një vepër njerëzore dhe nuk është as e para dhe as e fundit në historinë tonë. Dhe me shumë gjasa, burimi i kësaj ngjarje mund të ndodhet mijëra kilometra larg në një vend të izoluar që përbën një nga sekretet më të mëdha të historisë së Bashkimit Sovjetik të viteve 80. Disje fluturuese, hapje portalesh në për të cilat vijnë qenie jo njerëzore, thellësia më e madhe e shpuar në planet, valët Tesla dhe armë skalare elektromagnetike. CIA, Stargate, programi i shikimit në largësi e shumë të tjera duke sikur nuk kanë lidhje midis tyre. Por po të hysh pak në thellë tek tema e sotme, do të kuptojmë se prej më se 50 vjetësh janë kryer eksperimente larg syrit ton që kanë patur si qëllim ftesën për miq pozitiv apo të padëshiruar. Këtyre miqve nuk u ka pëlqyer ajo që bëjmë, sepse ajo që realizojnë rusët, si dhe amerikanët nga ana tjetër, është shumë e rrezikshme se armët nukleare. Le të fillojmë historinë e sotme duke u futur në thellësi të mëdha, të cilat edhe sot nuk janë mbyllur. Në vitet 60, sovjetikët filluan disa eksperimente të çmimit të korës tokës dhe një nga këto projekte më të njohura ka ndodhur nga dishun dhe e quajtur Kola, pranë kufirit me Finlandën dhe Norvegjinë. Në këtë vend të izoluar, sovjetikët ndërtuan një qendër kërkimi me qëllim kryesor zyrtar të çmimit sa më të thellë të tokës me një diametër 23 cm.
Ky projekt filloi zyrtarisht në 1970 dhe me një teknologji që sovjetikët e dizenjuan vetëm për këtë projekt. Për këtë detyrë sovjetikët vazhduan punën deri në 1990, kur ndaluan punimet dhe thellësia e shpuar që 12 kilometra dhe 262 metra, duke thyer kështu dhe rekordin amerikan të Oklahomës për diçka më shumë se 9.5 kilometra i vendosur në 1979. Pra, ndërkohë që kemi një garë armatimesh dhe garë në hapësirë, paralelisht zhvilloi edhe një garë tjetër në nën tokë, poshtë këmbëve tona. Siç e shihni, kjo vrim është pak më e thellë se gropa e Marianeve, por e papërfillshme për korën e tokës, e cila në kontinente është 25 deri në 70 kilometra. Ky rekord do të thyet 2008 për vetëm 27 metra, duke përdorur një teknologji natyrisht më moderne. Arsyeja se pse nuk mund të çpojmë më thellë është si fillim rezultati i stresave të ndryshme të forta dhe pastaj i temperaturave të larta në ato thellësi. Nga shpimet gjatë viteve kemi mësuar disa të dhëna interesante mbi formacionin shkëmbore brenda tokës. Rusët gjetën një sasi të mëdha ujë të bllokuar midis shkëmbimeve, si dhe sasi të mëdha gazi hidrogjeni dhe çishte e rëndësishme, u gjetën mbetje fosile të një jete të lashtë, si dhe bakterie të lashta, gjë që e ka qenë e paimagjinoshme për thellësi të tilla. Në fund ky projekt u braktis dhe kanë mbetur vetëm gërmadhat e ndërtesave, dhe kjo ndodhi në kohën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në fillim vitet 90. Mbetet vetëm kjo vrim e mbyllur hermetikisht, që të çon rreth 12 kilometra poshtë në tokë. Këto projekte natyrisht nuk u financuan thjesht dhe vetëm nga dëshira e dikujt, por duhet kemi parasysh se në të tilla raste, prapa këtyre projekteve qëndron gjithmonë ushtria, si tek amerikanët, ashtu edhe tek rusët. Por përse do t'i interesonte ushtrisë se çfarë gjenden në thellësitë e nën tokës? Natyrisht që nuk bëhet fjalë për të kuptuar stresat e nën tokës nga pikpamja gjeologjike, por për zhvilluar një armë që është edhe më e rrezikshme se armët nukleare. Nga dokumentat që pan dritën e diellit pas rënies së Bashkimit Sovjetik, si dhe disa dokumenta të deklasifikuar nga ana e CIA-s, duket se rusët në atë kohë po testonin një energji të re të zbuluar që midis tjerave mund të shfrytëzohej si një armë e pabesueshme. Bëhet fjalë për të ashtu quajtur valët skalare, apo më thjesht valët e Teslës, të cilat gjeniu i studioi dhe punoi me to që në shekullin 19. Që të kuptojmë se çfarë kanë bërë rusët, duhet pikë së pari të kuptojmë se çfarë janë valët skalare. Në botën e sotme shkencore, valët skalare i quajnë pseudoshkencë, sepse nuk janë pranuar zyrtarisht. Megjithse Nikola Tesla deklaronte se po punonte me një formë të re të transmetimit të energjisë pa tela, pra wireless, nuk la pas vetes as një punim matematikor apo skica që vërtetonin këtë shpikje. Kur them nuk la asgjë pas vetes, nuk do të thotë që dikush tjetër nuk i mblodhi nga dhoma e tij pas vdekjes. Fizika skalare në formën e saj bazohet pikërisht tek valët skalare, një amplitudë kjo hipotetike e valës skalare që ndryshon nga valët elektromagnetike. Sipas dokumenteve ruse, kjo val ka aftësi që të nikojë dhe të hyjë në bashkëpunim me materien në univers. Në pak fjalë, këto val kanë aftësi që të transmetojnë informacione në largësi të mëdha, me shpejtësi të mëdha, ndoshta më të madhe se shpejtësia e dritës. Këto janë valë që vijnë nga gjendja statike e të famshme energjia e pikës zero, energjia e vakumit, apo nga eteri sipas Teslës, energji që thuhet se vjen nga një burim i panjohur. Këto valë hipotetike kanë një përparësi nga valët tradicionale të elektromagnetizmit, transmetim në sekondë i energjisë dhe informacionit, dhe Tesla shfrytëzonte pikërisht këtë veti për transmetimin e energjisë pa tela. Një nga arsyet se pse sot nuk kemi kullat e Tesla për transmetimin e energjisë në të gjithë botën, bëhet fjalë për kullën Vandercliff që ndërtohen në Long Island, është se kishte humbje energjie gjatë rrugës. Në distanca të shkurtra ky sistem punonte pa probleme, njësoj sikur mbushim celularin wireless, por në distanca të larta fillonte të humbte energjia. Valët skalare nuk kanë probleme të tilla dhe transmetojnë energjinë ku të duash, sa të duash dhe pavarësisht ambientit ku kalojnë këto valë. Dhe të vim tani tek arsyeja se pse rusët dhe amerikanët shponin këto puse të thella.
Valet skalare në dallim nga valet konvencionale kalojnë nëpër gjithë materien pa problem, që do të thotë, valet e zakonshme elektromagnetike, valet radio, nuk mund të depërtojnë thellë në tokë apo në det. Ato depërtojnë disa qindra metra në det dhe deri 30 metra në tokë, dhe ky është një problem i madh për komunikimet me nënxetet, si dhe me bazat nëntoksore që janë të ndërtuara në thellësi të mëdha. Dhe për të zgjidhur këtë problem duhet diçka tjetër. Duhen pikërisht valet skalare të Teslës. Gjithashtu mendimin e këtyre valve mund të perceptosh struktura të ndryshme në tokë dhe besoj se ju si ndjekës i keni dëgjuar misionet e shkuara ku kemi bërë fjalë për bazat nëntoksore thellë në tokë të grive. Gjithashtu me anë të këtyre valve mund të transmetosh energji nga një vend në tjetrin në sekond, pa humbje, sado që të jetë largësia midis këtyre dy vendeve, qoftë se këto dy vende të jenë thellë në tokë. Dhe kjo lloj energjie mund shfrytëzohet edhe si armë të mërshme, kur bie në duar të këqija. Dhe kjo është arsyeja që rusët shpuan një pusë të tillë të thellë, për të kuptuar se në çfarë largësie mund të transportojnë energjinë në tokë, duke ngritur një rrjet të tërë tunelesh në tokë. Kanë shpuar më se 30 puse të tilla të thella, të cilat janë lidhur me një rrjet të tërë tunelesh në tokë, për të eksperimentuar me gjeneratorin e tyre MHD, që do të thotë gjenerator hidrodinamik magnetik. Projekte këto që kanë filluar të zhvillohen në vitet 60 për kërkime nëntoksore të tilla. Këto lloj gjeneratorësh, në dallim nga gjenerator klasik, e kthejnë një pjesë të energjisë së substancës punuese që duhet të jetë në gjendje plazme në energji elektrike me anë të fushave magnetike. Ndryshimi me gjeneratorët e tjerë është se nuk ka pjesë si ata gjenerator dhe punon në temperatura të larta. Rusët filluan masivisht të përdorin këta gjenerator. Në 2006, në gazetat ruse doli një artikull interesant ku flitej për suksesin arritur me gjeneratorin MHD dhe bëhej fjalë pikërisht për një gadishull më të vogël pranë gadishullit Kola. Në këtë eksperiment mori pjesë vetë maja e shkencës ruse me në krye akademikun dhe antarin e Këshillit të Sigurisë Yevgeni Velikov, i cili me gëzim doqi këtë test ku gjeneratori gjigant prej 80.000 kW-sh goditi Bregdetin dhe detin me 22.000 amper energji, e cila kishte si qëllim transmetimin e energjisë dhe sinjalit në një stacion 100 km larg. Eksperimenti që i suksesshëm. Le të vim tani te pjesa më interesante. Dëshmitarët dëgjuan një shpërthim si të bombës atomike dhe pa në ajër një ere si kërpull në afërsitë të gadishullit. Ky shpërthim që aq i fortë sa që regjistruan dhe norvegjezët, duke menduar se rusët po testojnë ndonjë armë nukleare dhe i dërguan dhe një notë proteste zyrtare. Rusët e kuptuan potencialin e kësaj teknologjie dhe filluan me njëherë të zhvillojnë më tej gjeneratorë të tillë si ata stacionar, ashtu dhe ata të lëvizshëm të quajtur sistemi Ural, apo Mir 1 dhe 2 dhe Prognoz 1. Pra këto lloj gjeneratorësh i vunë për kamion që përpara 50 vjetë. Dhe të kthehemi tani tek historia jone para 1984. Ky nuk që incidenti vetëm në këtë fushë, por janë regjistruar më se 70 incidente të tilla në sipërfaqet e deteve dhe oqeanëve në të gjithë botën. Amerikanët lançuan një satelit spion të quajtur Vela për të parë këto fenomene në të gjithë botën, duke e ditur që janë ruse. Këto incidente amerikanët i quajtën ngjarje Zu. Nuk kishin sqarime për to dhe nuk e dinin se si krijohen. Në të gjithë historinë tonë të sotme nuk mund të lëmë pa përmendur dhe CIA, me programin e saj të njohur si Stargate program. Ja dy fjalë për këtë program për ata që nuk ja kanë idenë. Programi Stargate ka qenë një program super sekret i CIA-s, i krijuar në 1977, me anë të cilit shfrytëzoheshin aftësitë psiqike të individëve të ndryshëm, të cilët me anë të projeksioneve psiqike dhe astrale shikonin në largësi nëpërmjet hapësirë kohës. Sot është vërtetuar ekzistenca e këtij programi dhe vetë CIA ka deklasifikuar dokumente të tilla. Të njëjtën gjë thonë dhe fishkëlluesit në Senat. CIA ndërkohë merret me kërkimet për këto incidente të çuditshme dhe këtë e bën në një mënyrë të pabesueshme. 2 muaj pas incidentit në fjalë, CIA angazhoi një nga ekspertët e saj më të mirë, të quajtur Joseph
McMonigle për të investiguar se çfarë ndodhi në 9/4/1984. Tek e para në largësi, koha nuk luan absolutisht as edhe një rol, dhe ti mund të udhëtosh mentalisht në hapësirë kohë. Pra mund të udhëtosh në kohë në çfarëdo lloj pike të hapësirës, kohës, dhe të shikosh ngjarjen. Në këtë detyrë subjekti nuk e di se çfarë duhet shoh, por thjesht i japin koordinata në një hartë, koordinata këto që korrespondojnë me vendngjarjen e incidentit. Edhe sot e kësaj dite, këto koordinata janë të klasifikuara, dhe ky që shihni është një dokument autentik i CIA, pjesërisht i deklasifikuar. Ky subjekt që në dokumenta quhet burimi numër 1, në atë vend dhe në atë kohë përshkruan një sasi të madhe rresh që ngrihet mbi oqean. Thotë se është një ngjarje energjetike e madhe, burimi së cilës nuk vjen nga ky vend, që do të thotë se krijuesi i këtyre rreve nuk gjendet në këtë vend. Kur u pyet se nga vjen ky burim energjie, thotë se vjen nga një ndërtesë e madhe në formë tëje, ndërtesë që në çdo anë ka një kupol, dhe kjo që shihni është një skicë origjinale nga dokumentet e CIA-s. Të gjitha skica që do të shihni kanë realizuar burimet e CIA-s. Subjekti 1 tha se duke qëndruar përpara kësaj ndërtese ndjente një fushë të madhe energjie dhe në atë moment ju dha urdhë që të hynte brenda në ndërtesë. Edhe një herë për ata që nuk kanë dëgjuar kurrë për programin Stargate, ky person nuk hyn fizikisht në ndërtesë, por mentalisht, duke qëndruar fizikisht mijëra kilometra larg. Do të flasim një herë tjetër për këtë program. Burimi numër 1 hyn në ndërtesë brenda dhe futet në një dhomë ku sheh një tavolinë në mur. Në korridor shikon tuba lart dhe poshtë. Në dhomë shikon shumë gjëra dhe mund të ndjejë një si lloj flake. I thuhet që të shkojnë në dhomën tjetër me kupol lart dhe të hedhë një sy se çfarë ka brenda. Duke si një vend qëndrimi në formë kërpulle të zbukuruar me doreza ari në këmbët e diçkaje. I luten që të përshkruajnë më hollësisht të vend se është pak më i gjatë se i gjerë. Thotë se është një lloj arti apo statuje lidhur me të. I kërkohet të përshkruar 24 orëshin e datës 9/4/1984. Ajo që përshkruhet në skicë dhe që është e shkruar në letër, do ta bënte secili nga ju të pyesi se kur do të vinin jashtëtoqsorët. Burimi 1 thotë se kjo ngjarje ka lidhje me kohën dhe se ka perceptimin e emetimit të energjisë që është shumë përfundimtare, por dhe që nuk është. Energjia është shumë e lokalizuar dhe duket si top energjetik. Njerëzit në këtë ngjarje ishin të përqendruar dhe kishte përshtypjen që dhe vetë këta njerëz nuk ishin sigur se çfarë shikojnë. I kërkuan që të përshkruajë sa më mirë ngjarjen apo atë lloj energjie që ndodhej brenda dhomës. Thotë se ka ndjesinë se përshikon një lloj portali, duke si një vrim që shpuan në ajër, si një realitet në formë pëlhure që krijon një efekt drite. Nuk ka një dritë reflektuar, por vetë drita me shkëlqim veçantë. Pastaj shfaqet një dritë tjetër, sikur dikush ka përzgjedhur realitetin tonë. Duke si një dritë e mjegulluar dhe si një format komplet ndryshe nga realiteti ynë. Sa herë që përpiqet të përqendrohen në këtë energji specifike, përjeton dhe një mori frekuencash të ndryshme si mijëra dhe mijëra val me frekuenca të ndryshme. U pyet se nga vinte kjo energji dhe ku shkonte. U përgjigj thjesht nga dikush tjetër, sikur shfaqet papritur nga diku. A ka kjo ngjarje ndonjë lidhje me tuba që pe para se të hysh në këtë dhomë? Burimi numër 1 përgjigjet se ka lidhje. Burimi 1 pastaj ktheu vëmendjen e tij tek njerëzit që shikonin këtë ngjarje dhe vuri re se të gjithë pranishmit, me qëllim apo jo, kishin flokë të errët dhe kishin veshur uniforma bardhë dhe zi. Burimi pastaj përqendroi vëmendjen tek njëri nga të pranishmit, tek i cili vuri re një frikë të madhe, frikë që pastaj e vuri re tek të gjithë pranishmit. Vëmendja e tyre që e përqendruar tek portali dhe nuk ja ndanin syt. Ndjej sikur të gjithë donin të ktheheshin dhe të largoheshin, megjithse asnjë nuk lëvizi dhe sikur diçka i pengonte. Kishte edhe një ndjesi tjetër, që ky grup njerëzish donte të binte në gjendje të nderonte dritën nga portali, nga i cili duket sikur ndryshonte ngjyrat dhe frekuencat, dhe sikur bëhej fjalë për një formë jete që vinte nga një realitet tjetër, formatet të cilit ndodheshin brenda këtij portali.
Burimi pastaj filloi të kushtonte vëmendje teknikës së këtij portali, ajo që e kishte krijuar. Tha se shikonte një grup spirale që ruheshin nga një lloj mbrojtje me shufra magnetike. Magnet që kishin të njëjtë formë si ndërtesa, formën T. Këto spirale prodhonin frekuenca jashtëzakonisht të ulta. Është interesant të përmendet që edhe dy shikues në largësi të qiellit të quajtur burimi 2 dhe burimi 63 përshkruan gjërat njëjta. Re e madhe mbi oqean në formë kërpulle dhe pastaj një ndërtesë në formë T-je, e në cilën punonin njerëz me flokë të errët dhe kostume me ngjyrë bardhëzi. Dhe kush është ndërtesa në formë T që përmendin vëzhguesit? Është pikërisht ndërtesa pranë së cilës u çkua vrima më e madhe apo më saktë më e thellë në botë, e realizuar nga rusët, dhe pikërisht në atë ndërtesë ndodhin ngjarjet që përshkruajnë vëzhguesin në largësi të qiellit. Pra, sovjetikët në vitet 80, por edhe më herët, eksperimentonin me fuqinë e pabesueshme të valve skalare të Teslës, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se ato valë nuk ekzistonin. Me anë të kësaj energjie, mund të kenë prodhuar diçka tjetër, duke kuptuar potencialin e madh për prodhimin e armëve të ndryshme, dhe kjo diçka tjetër mund të duket si shmenduri, por mund të kenë hapur portale të cilat i kanë mundësuar depërtimin në nivele të tjera ekzistencë, realitetet të tjera nga ato të cilat vijnë entitete jo njerëzor. Dokumentet e qiellit tregojnë pikërisht për këtë, sado që kjo duket të jetë e çuditshme. Hidhi një sy klikime tek misionin për CERN. Bëhet fjalë pikërisht për këtë temë, por një pjesë të ndjekësve sikur nuk i pëlqen e vërteta, dhe si e di nuk ka shumë klikime. Sidoqoftë, çfarë mësojmë tjetër nga dokumentet e qiellit për këtë eksperiment të rusëve? Çuditërisht kemi shfaqjen e disa lloj disqeve fluturuese në afërsi të këtij eksperimenti, dhe skicat që shihin në ekran janë realizuar sipas dëshmive të vëzhguesve. Këto disqe hynin dhe dilnin nga oqeani që i bie se ose janë lajmëruar, ose janë interesuar vetë për atë çka ndodh. Me kalimin e viteve në gadishullin Kola, filluan dhe histori të ndryshme, një pjesë të cilëve në fakt janë budallëqe njerëzore. Thuhet se nga vrima e hapur kanë dalë demon apo qenie të çuditshme, apo siç quhen gjuhën e tyre korak. Natyrisht që këto janë dezinformime që trubullojnë ujërat. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë brenda këtyre ndërtesave? Nuk ka as një dëshmitar dhe të vetmet të dhëna na vijnë nga dokumentet e CIA-s. Edhe sipas ufologut francez Jacques Vallée, rusët qenë të parët që u humbtuan në këto tema, sepse qenë të parët që e morën seriozisht temën e valve skalare të Teslës. Pra rusët para më shumë se 50 vjetësh zhvilluan këtë lloj energjie që mund të transformohen në një armë super të frikshme, shumë herë më e tmerrshme se sa bomba atomike. Pozitive është se kjo armë nuk është përdorur dhe ka mbetur si variant dytësor i kësaj energjie, duke u përdorur për gjëra të tjera. Hapja e portaleve tregon se mantan ndodhet diçka jo njerëzore dhe njëkohësisht inteligjente e gatshme të hyjë në botën tonë materiale. Pyetja që shtrohet është se ku kanë arritur tani në 2025 dhe për çfarë përdorin këto teknologji, sepse duket qartë që nuk përdoren si armë, por për diçka tjetër. Mos ndoshta Rusia dhe Kina kanë përparuar shumë në këtë fushë dhe gjithë përpjekja amerikane për të bërë të ditur jetën jashtëtoksore bëhet pikërisht sepse nuk arrin dot rusët dhe kinezët. Në Amerika ka shumë programe në këtë fushë, saqë ata punojnë të veçuar nga njëri tjetri, kështu që nuk e din se për çfarë punojnë në thelb. Problem ky që nga ana e tij sjell një pengesë të madhe në përparimin e rezultateve. Shkenca nuk mund të përparojë në këtë mënyrë. Rusët kanë shumë kohë që kanë përparuar në disa fusha, dhe kinezët vitet e fundit thjesht mund të themi se kanë shpërthyer në të gjitha fushat duke arritur amerikanët. Për sa i përket objekteve të ndryshme fluturuese që përshkruan vëzhguesit, kjo tregon se jashtëtoksorët kanë kohë që janë në këtë planet dhe jetojnë në bazat e tyre në toksore dhe në ujore. Kur ne rasa njerëzore hapnim portale para 60 vjetësh, imagjinoni tani se çfarë jemi në gjendje të realizojmë. Me kë komunikojmë, me kë bashkëpunojmë dhe kjo është e frikshme. Po të njëjta gjëra ndodhin sot në një vend publik, por në fshehtësitë plot me programe super sekrete dhe ky vend quhet CERN. Kemi folur në kanal për këtë temë.
Çfarë qenie janë ato që vinë nëpërmjet portalet, saqë dhe vëzhguesi sjedh që gati që të ulen në gjunjë. Imagjinoni tani se si këta tallen me ne. Ndërkohë që ndodhin këto eksperimente, vazhdonte ashtu quhetër lufta e ftohtë. Amerikanë në një anë dhe Rusi në anën tjetër. Qëndroni sy hapur, regjistroni në kanal dhe mos besoni asgjë pa e vërtetuar me vetdijen tuaj. Deri tek emisioni tjetër, mirupafshim.